Fillojmë me kuzhinën, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, javë të mbar, të gjitha mbar. I përshëndesim edhe anvisat që do kenë bërë pazare, do kenë pirë kafen, kanë menduar se çfarë përgatisin në drekën e tyre, ndërsa ne do t'ju prezantojmë me recetat që kemi menduar për të gatuar sot. 3 të tilla, apo jo? 3, e gjysmë edhe një, po. Një rezervë që mbetet nëse ka minuta shtesë. Është i detox se asnjëherë nuk të merr kohë. Prandaj dhe janë këto 4, nuk i vëm që të mbushet të ngarkohet, po detoksi nuk quhet recetë, quhet sugjerim. Kam për të bërë një picë, ama një picë, pas kemi ditën e picave. Nëse unë kam këto 2 produkte, pica dihet që produkti kryesor është prosciutto, sallami, por, hapi dolat Niki? Ja të t'japë unë të këto të vendosu. Produkti kryesor pastaj, po zbëra të brumin e dur, Jo, në mbushje, sepse unë kam pa brum. Kam pa brum, prandaj duhet një mbushje dur. Dhe kur kemi një produkt të duhur cilësor, super. E kemi zgjidhur, kemi fituar davan kur themi. Dhe çfarë më duhet mielli, pra nuk do ta punoj brum, prandaj është dhe pa brum, jo pa miell, pa brum. Miell qumësht. Gjë që i shtoj direkt. Masat do t'i keni të shkruara miell, krip, vaj, të gjitha bashkë. Pas një lloj lodhje, 2 vezë, dhe kur themi vezë, e dini shumë mirë. Të zëmë tani brumin, siç po shihni. Qumësht, të gjitha bashkë. Pas një lloj lodhje, ja. I përziejmë. Mas djathi. Por, përpara gjitha këtyre, një furrë të parangrohur. Përpisën si që pjekim bukën byreku, në? Shtoj, spec të kuq, spec jeshil, 100 gram njësër. Unë është edhe më tepër, sepse nuk dua ta lë për pak. Dhe që pak sa mua më ngel, nuk më hy në punë. Edhe në qik ngjyra, në qik shije nga specat, nga... Shtoj djath pice. Një formë tjetër kjo, një formë tjetër, një mënyrë tjetër. Kita, prandaj thamë dhe pa brum. Një hapa të dyja dhe kremviçet edhe sallamin tjetër, tona. Të dyja kanë shije të ndryshme për shkak të erzave që përdoret lëndës së parë. Do zgjedhim që kë do të përdorim, ndoshta edhe të dyja shijet i shkojnë. Të dyja shijet do t'i përdor. Heq lëkurën. Pjesën këtu edhe. Dhe po përgatisim pica të shpejta shtëpije, pica ndryshe quhet kjo. Përmbledhim pak atë recetën tonë të shkruar me përbërësit që kemi shtuar në tas, t'i përpunojmë aty dhe më pas t'i pjekim. Ju duhet për zënjen e brumit, do jemi me 1 gotë e gjysmë qumësht, 1 gotë miell, 2 vezë, krip, vaj, djath, kaçkavall, djath pice, djathra që mund të kemi, nuk do t'i vëm kusht të anvisave për të kjo pjesa, se varet çfarë kanë në shtëpi. Pastaj kemi sallam ose prosciutto, kemi salcice të prera në feta, spec të kuq të grirë, spec jeshil të grirë, të coptuar pra, dhe patjetër edhe 100 gram misër, edhe kjo është opsionale. Ne i kemi shtuar të gjitha në një tas për këtë picë shtëpie. Shifeni tani bëjmë edhe prerjen e
produkteve. I prisi në kubik të vegjël. Në mënyrë që t'jenë të barabarta, edhe me perimet, edhe të piqen në të njëjtën kohë. Në një letër, pjekje. Ka shumë erza, po është me thjesht, me lehtë pjesa e... Shumë e lehtë për fëmijët, sidomos për fëmijët e vegjël është ulfare. Beso dhe kontrollo, është një shprehje. Dhe po nuk kontrollove, nuk di shije dhe nuk di çfarë të thuash. Ja. Po të doni ju. Kemi shtuar të gjitha në një. Normalisht e bëni më të pasur në 3-4 pjesë. 3-4 copa për shembull salcice, kremvice. Thash se the për masën e brumit. Unë i kam shtuar kremvicen e viçit. E marr dhe e shtoj me shumë dashuri. Përbërësi kryesor i çdo një gatimi është vetëm dashuria, më pas vijnë të tjerat. Aty nuk ka kompromis. Ja. Shtojmë pra. Ky është kombinimi. E vendosim siç është në një letër. Për hapet vetë, se masa duket të shërjeshme, nuk është e ngjeshur edhe fort. Dhe, largoj, po të doni e shikoni mirë, e dini kremvice 2-3 copë, unë nuk kam shtuar më tepër, është me bira. Baza kryesore, produkti kryesor i tonës. Atere, e lëm sa të siguroj vendin e vetë, për ne ka prerë biletën për në fura, në 200 gradë për sa minuta. Për aq minuta sa ju të shikoni që bëhet ajo ngjyra e artë e zënë. Po, të gjitha produktet janë të prerë në masën, në madhësinë e tillë që arrin të piqen në të njëjtën kohë. Kjo ishte pra receta jonë e parë, po deshëm e shohim edhe një herë të përmbledhur, ndërkohë piqet dhe e sjellim të përfunduar vetëm pak minuta më pas kur të piqet në furrën tonë në temperaturën 200 gradë. Merrni edhe një herë produktet ose bëjini një foto recetës tonë dhe ne do të bëhemi gati tani për të kaluar tek receta e dytë. Pa tjetër është në furrë tava, Niki ti e heq dhe filloj... Ta sjellun para se filloj me recetën tjetër? Dhe unë filloj me ëmbëlsirën. Ja, do ta sjellim pak të picën në kushtet e shtëpisë. Me perime. Shpjegur ta lëm që të kulloj, që më pas ta presim në është bërë, ja një sekundë, mirë, specat kur piqen. Ta provoj një herë me një thik në mes. Që ka bërë dhe prit, jo se na del edhe keq ashtu Niki. Kështu na del keq. Kapet e anët ti, dalë, ja. Shumë bukur, ja, pullon më mirë, se nuk djersitet që të bëhet si qulle. Shumë në rregull heq dhe atë dhe jemi yll fare. Çfarë ëmbëlsire kemi për të përgatitur? Tani, është ëmbëlsirë shumë e thjeshtë. Pak a shumë është si kek është, por mund të marrim edhe kek gjysmë qumështor. Pra, kam ekzekutimin, jo porcion. Porcion është i vogël. Po, patjetër. Pastaj ka edhe njerëz që e quajnë porcion atë se mund të mos konsumojnë bukë se patatja është bukë e gjellë, kështu që patatet me më shumë. Pastaj është dorën e... Okej. Mund të ndajmë edhe pjesën e picës, shumë mirë. Po. Shko, ndërkohë ne mund të bëjmë një rikthim tjetër, që e lëm të kulloj dhe pak më tepër picën, se si dihet rikthimeve tona. Bëjmë tani pauzën, se është fleshi informativ, dhe me këto pamje të bukura nga kuzhina jonë, ju ftojmë t'i gatuani recetat, të lumshin duart. Nëse ke ndonjë gjë tjetër, përsëri mund të jemi prezent në kuzhinë, në varësi të kohës që do kemi. Patjetër, ti bëhet të prerjen e duhur, atë prerjen e duhur nëse do kemi kohë. Do t'jemi pas pak edhe me bima dhe shëndeti, dhe në varësitë të kohës minutazhi do të kemi, patjetër që do të kemi mundësi të jemi këtu në Reze Dielli në kuzhinë edhe në këndin ton të bisedës. Kështu që për momentin ka publicitet dhe flesh informativ. Tani te pica, tregojmë pak për përsëri. I gufumi i zbukurumi. Ashtu është. Deri diku ke të drejtë. Por, një sekond, se e thash i gufumi i zbukurumi, sepse te mielli nuk ka nevojë, është vetë mielli që është farinë e hap. Pra nëse ju të ngatrojnë këtë shprehje, mendje shëndosh në trup të shëndosh, jo në trup të shëndetshëm do doja unë. I shëndetshëm fizikisht. Unë fizikisht mirë jam për shembull, por
Jep ti atë sqarimin e miellit farinap që keni, sepse unë mund ta konsumoj prapë. Po, tek pica në kushtet e shtëpisë do të përdorni disa perime, siç janë speci kuq, speci jeshil, misër të zier, të gatshëm, prosciutto, pak sallam, varet djathin e butë, djath pice, ose djath kachkavallo, ose djath mozzarella, në varësi të mundësisë që ju keni, dhe do t'i shtoni disa luk, pra jo shumë miell nga farinap, sepse kjo është një miell i gatshëm, një klur i gatshëm që nuk ka aromë, se ka disa farina të tjera të cilat kanë aromë vanile apo portokalli, por në rastin e picës marrim të thjeshtin të kuqin. Atëherë shojmë pak përbërësit e picës. Nuk do zhgënjeheni. Dhe ne do provojmë patjetër nga një copë secili. Shojmë pak përbërësit e picës, picën në kushtet e shtëpisë, pa shumë miell, pa brum tipik. Ju duhet për këtë recet qumësht, ju duhet miell, ju duhet vezë, pak krip, vaj, djathra, kachkaval apo djath pice, salam ose prosciutto, salcice të prera në feta, një speci kuq, një speci jeshil, misër i zier, një përzierje të gjithë përbërësit në një tas, më pas e shtoni në tepsi dhe piqeni picë e shpejt shtëpie, më shpejt se kaq. S'ka ku shkoj. Ja u kalon dhe picë. Më shpejt piqet se sa hahet. Je dakord. Po ne mund të provojmë edhe picat e tjera, ato tradicionale. Të gjitha do t'i keni me radhë. Do t'i gabrojmë të ditë kështu, do t'i hedhim atë brumin. Mbaron nëse doni, për kështu jo, sepse më merr me ashtu, po. Ashtu, me këtë mielin e dur, atë ju premtoj. Ashtu kështu. Tani një kafe dhe ju pres pas pak në bima dhe shëndeti me këto kapsulat tona. Atë do një sot picën të ta servir ty, unë pa. Ju bëj një ofertë sot për aparatin e Lavazza Modomio. Oferta është e tillë që kush e porosit aparatin, ka disa ngjyra, ka të kuqe, të bardhë dhe të zezë, është një aparat shumë funksional, shumë praktik, që punon në mënyrë shumë unik, unison për kapsulat edhe për procesin në të cilën ndodh këtu brenda. Kapsulat që janë të llojeve të ndryshme, se ne jemi kafedash ashtu si staf edhe her pas here na boshatiset, por janë të shijeve të ndryshme për ata që duan një shije intensive, për ata që duan dekafeinato, që ju pëlqen aroma e kafes, por nuk e duan pak në trupin e tyre. Kjo është pa kafein, por që duan aromën e kafes. Për Divino, për shembull, po me të njëjtën logo Lavazza Modomio, të gjitha këto mishelat apo to kapsulat kanë 7.6 kafe, që do të thotë, ndërthurur me aparatin Lavazza Modomio, shtrydhja, presioni që i bëhet kësaj kapsule është në maksimum për të marrë shijen intensive të kafes. Kush e porosit, oferta kush është? Kush e porosit aparatin, ju vinë mishelat falas. Në zyrë, në shtëpi, kudo, për të ndjerë si në mes të Italisë. Tani kalojmë në publicitet dhe ju pres me njëherë në bima dhe shëndetin, ndërkohë cilën kafe do ju zonjë? Unë me të kuqe e nisë, me të kuqe e mbaroj. Të kuqen, kapsulën e kuqe. Ta bëjoj. Shihemi pas pak. Dhe si pa isi të kuqen dua. Të kuqen, okej. Shihemi pas pak në bima dhe shëndeti.